Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Mos i hidhni më bishtat e patoxhanit, i zieni dhe i pini, do shpëtoni nga këto sëmundje. Patoxhanët kanë efekt të fortë antioksidues, janë të larta në fibra, kalium, vitaminë C dhe vitaminë B6. Keni dëgjuar për ujin e patoxhanit dhe vetitë e tij? Nëse jo, atëherë fiksoheni se uji i patoxhanit ju ndihmon të eliminoni yndyrën e barkut shumë shpejt, sepse përmban fibra, vitamina, antioksidant dhe të jep ndjesinë e ngopjes. Përbërësit që ju duhen janë një patoxhan mesatar dhe 1 litër ujë. Procesi i përgatitjes është shumë i thjeshtë. Qëroni dhe lani një patoxhan mesatar dhe e prisni në kubik. Merrni një enë dhe mbusheni me gjysmë litër ujë. Më pas, shtoni kubikët e patoxhanit dhe duhet ta lini të pushojë gjatë natës. Mund ta pini në mëngjes dhe mund ta shoqëroni sipas dëshirës me pak lëng limoni. Falë limonit, aroma do të jetë më e veçantë dhe do të rritet edhe sasia e antioksidantëve. Mos harroni ta pini atë përpara çdo vakti për 1 javë dhe për këtë dietë ju duhet që ta mbani 1 herë në muaj. Patoxhani përfshihet në kategorinë e perimeve të verës. Kjo është diçka që e di çdo kush prej nesh, por të rrallë janë ata që e dinë se kur përdorin patoxhan nuk duhet që të hedhin bishtat e tyre në mbeturina, për shkak se më shumë se vetë patoxhani, bishti i tij përmban mjaft dobi në vetvete. Sado që çdo kush prej nesh e përdor në receta të ndryshme, bishtat e tij nuk i kemi vlerësuar siç duhet. Hemoroidet sa vinë shtohen dhe shndrohen në makthet e ditëve të sotme, por në lidhje me të ekzistojnë mjaft terapi, si ajo e medikamenteve, ndërhyrje kirurgjikale dhe terapia me lazer. Ndërkaq, pa u orientuar drejt asnjërës prej këtyre metodave, mund të shpëtojmë nga hemoroidet me një metodë krejt natyrale. Padyshim duhet të provoni kurën e patoxhanit. Personat që e kanë përdorur kanë bërë të ditur se kanë pasur efekte pozitive në drejtim të kësaj kure. Përbërësit janë 5 bishta patoxhani, 5 gota ujë. Së pari presim pjesët jeshile të patoxhanëve, pra bishtin e tyre. Më pas i pastrojmë mirë dhe i hedhim në ujin që kemi vendosur në tenxhere. Më së fundmi i lëm të zjejnë. Gjatë të zjerjes, tenxherën e mbyllim me kapak dhe e lëm të zjejë për gjysmë ore në zjarr të ulët. Gjatë kësaj kohe kurrësesi mos e hapni kapakun e tenxheres. Lëreni të ftohet dhe më pas hapeni kapakun e tenxheres dhe merrni bishtat brenda saj. Ujin e përftuar nga kjo zjerje mund ta vëmë në frigorifer. Pjeni 2 herë në ditë, në mëngjes dhe në darkë, 1 gotë ujë para buke. Këtë kur mundet ta vijoni për 5 ditë, do të shihni rezultatet e qarta të kësaj kure mbi hemoroidet. Patoxhani është një nga perimet më të dashura për shqiptarët. E bëjmë turshi, e gatuajmë në tavë apo dhe e bëjmë turli. Madje sipas të dhënave, patoxhani nuk është një perime. Patoxhani është një frut botanik i cili gatuhet si perime. Patoxhanët njësoj rriten si domate dhe ekzistojnë plot 300 varietete të tyre. Patoxhanët në përmasa të vogla kanë një lëkurë mjaft të hollë dhe shije më të ëmbël se patoxhanët e mëdhenj. Patoxhanët kanë nivele të ulta të yndyrës, të kolesterolit dhe kripës. Patoxhanët janë një zëvendësues ideal i mishit në dietat vegetariane. Ato kanë aftësinë që të forcojnë kockat, parandalojnë osteoporozën, reduktojnë simptomat e anemisë, fuqizojnë funksionet e trurit, përmirësojnë shëndetin kardiovaskular, ulin stresin dhe gjithashtu mbrojnë foshnjat nga defektet e lindjes, madje edhe parandalojnë sëmundjet e këqija. Vlerat fantastike të patoxhanit vijnë kryesisht nga vitaminat dhe mineralet. Patoxhani është i mbushur me vitaminë C, K, B6, magnez, fosfor, bakër dhe fiber, acid folik, potas dhe mangan.
Ne në këtë video do t'ju prezantojmë me të mirat të cilat vijnë prej këtij produkti. Tretja, patoxhani është një burim i jashtëzakonshëm i fibrës, një element i nevojshëm për mbajtjen e një diete të balancuar. Fibra është thelbësore për shëndetin gastrointestinal, për lëvizjen e rregullt të zorrëve dhe muskujve përgjegjës për përcjelljen e trupit në ushqimin dhe gjithashtu nxit rënien në peshë, duke qenë se patoxhani nuk ka as yndyrë dhe as kolesterol, atëherë ai është një ushqim shumë i shëndetshëm për njerëzit të cilët përpiqen që të bien në peshë ose të luftojnë obezitetin. Fibra parandalon çlirimin e grehelinës, një hormon i cili i jep sinjal trurit kur na ka marrë sërish uria. Dhe gjithashtu kur ndihemi të ngopur nuk kemi dëshirë për të ngrënë sërish, ndaj përpjekjet për të rënë në peshë janë tepër të suksesshme. Rrit imunitetin. Patoxhani është një burim i pasur antioksidantësh të cilët shërbejnë si mburoj ndaj një sërë sëmundjesh. Patoxhani gjithashtu ka vitaminë C, një element thelbësor në sistemin tuaj imunitar, sepse stimulon prodhimin dhe aktivitetin e qelizave të bardha. Stimulon gjithashtu dhe përmirëson shëndetin e kockave. Patoxhani është shumë i mirë për ata që janë të rrezikuar nga degradimi i kockave dhe osteoporoza. Patoxhani ka hekur dhe kalcium që janë të rëndësishëm për kockat. Ndihmon kundër anemisë. Patoxhanët janë të pasur me hekur por edhe me bakër, që si hekuri është thelbësor për qelizat e kuqe. Rregullon funksionet e trurit. Patoxhani është i pasur me elementë që përmirësojnë shëndetin e përgjithshëm nervor. Ato mbrojnë trurin nga radikalet e lira dhe mbrojnë organizmin nga toksinat dhe sëmundjet, duke rritur kështu qarkullimin e gjakut dhe oksigjenin në tru. Rrit shëndetin tuaj kardiovaskular. Zemra është një tjetër përfituese e vlerave të patoxhanit, që siç e tham, është i pasur gjithashtu me fibër. Patoxhani ul nivelet e kolesterolit të keq në trup dhe stimulon nivelet e kolesterolit të mirë. Menaxhon gjithashtu diabetin. Patoxhani është i dobishëm si rregullator i aktivitetit të glukozës dhe të insulinës, po ashtu në trup. Patoxhani ndihmon në uljen e rrezikut të obezitetit, diabetit dhe sëmundjeve të zemrës. Konsumimi i tij gjithashtu përmirëson lëkurën dhe flokët dhe rrit energjinë e trupit. Për shkak të përmbajtjes së lartë të flavonoideve dhe kryesisht substancës nasunin, konsumimi i tij ul rrezikun e vdekshmërisë nga sëmundjet kardiovaskulare dhe shfaqjen e artritit reumatoid. Çrregullimet mendore shmangen dhe kujtesa përmirësohet. Fibra që përmirëson e njëkohësisht edhe kapsllokun. Për shkak të përmbajtjes së tij në minerale dhe në vitamina, konsumimi i tij i përditshëm përmirëson funksionimin e mëlçisë, zorrëve dhe të veshkave. Acidi klorogjenik që përmban patoxhani është përgjegjës për nivelet të ulta të kolesterolit të keq dhe gjithashtu ka pak kalori, pak yndyrë dhe gjatë tretjes thith yndyrën e ushqimeve të tjera, duke ndihmuar kështu në rënien në peshë. Mirë po duhet të dini se këto informacione nuk kanë për qëllim të zëvendësojnë ilaçet e përshkruara nga mjeku. Para se të përdorni këto receta të mjekësisë alternative, ne ju sugjerojmë që të këshilloheni më parë me mjekun tuaj. Nëse ndonjë prej këtyre përbërësve ju shkakton alergji, e mira është që të mos i përdorni këto receta të mjekësisë alternative. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë
që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!